Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Motra më mori burrin dhe unë heshta. Nuk e di nëse duhet ta quaj fat, mallkim apo dënim. Por historia ime është ajo një gruaje që humbi gjithçka, jo nga një e huaj, por nga personi që e kishte më afër. Motra ime. Ne ishim dy motra shumë të lidhura. Unë isha e madhja, gjithmonë më e qeta, më e matura, ajo që kujdesej për të tjerët. Ndërsa Arta ishte ndryshe. Më e bukur, më e shkujdesur, më e llastuar nga të gjithë. Ndoshta për këtë arsye gjithmonë e kam ndjerë se duhej ta mbroja dhe ta udhëzoja. Kur u martova ajo ishte 20 vjeçe. Në dasmën time ajo qante më shumë se unë, më përqafoi dhe më tha, do të më mungosh çdo ditë. Dhe më mungoi, por nuk e dija që një ditë do të më mungonte ndryshe. Burri im Lirimi ishte një djalë i qetë, i sjellshëm dhe shumë punëtor. Nuk kishim luks, por kishim dashuri. Në shtëpinë tonë të vogël kishte gjithmonë aromë gjelle dhe zhurmë fëmijësh që ëndërroja t'i kisha. Pas 3 vitesh martesë, Arta u zhvendos në qytet për studime. Ne ndihmuam sa mundëm. Shpesh Lirimi i çonte para ose e merrte në makinë. Më dukej shumë normale, nuk dyshova kurrë për asgjë, sepse në fund të ditës ajo ishte motra ime. Një verë, ajo u kthye në shtëpi për pushime. Ishte ndryshe, më e heshtur, më e kujdesshme me çdo fjalë. Lirimi e trajtonte si gjithmonë me dashuri vëllazërore, por unë fillova të ndjej një ndjesi të çuditshme. Një lloj tensioni që nuk e kuptoja. Ndonjëherë kur hynte në dhomë, ajri ndryshonte. Sytë e tyre takoheshin për një sekond më shumë dhe unë, edhe pse ndjeja diçka, nuk doja ta besoja. Ishte motra ime, gjaku im. Pas pak muajsh, Arta gjeti një punë në qytet dhe ne u gëzuam shumë për të. Por Lirimi filloi të shkonte më shpesh për punë atje. Fillimisht nuk e vura re, por një mbrëmje, ndërsa po palosja rrobat, gjeta një faturë hoteli në xhepin e pantallonave të tij. Në fillim më ngrin duart. Syt mu e rrësuan, e dija që diçka po ndodhte, por nuk ma priste mendja me kë. Nuk fola. E lash të shoh më shumë, të kuptoj më shumë. Javë pas jave gjithçka u bë më e qartë. Dhe një ditë, pash atë që as në ëndër nuk doja ta shihja. Një foto në telefonin e tij ku ata ishin bashkë. Në atë moment, ndjeva si kur më ndaloj fryma. Nuk bërtita, nuk qava. Ula në dysheme dhe ndjeva vetëm boshllëk. Motra ime, ajo që rritej me mua në të njëjtin shtrat, që më njihte çdo sekret, më kishte marrë burrin. Nuk e di si arrita të mos çmendesha. Ditët që pasuan ishin shumë të errta. Nuk flija, nuk haja, por as nuk fola. Brenda meje luftonin dy ndjenja, urrejtja dhe dashuria. Urrejtja për tradhtim dhe dashuria që nuk mund të shuhej brenda natës. Një ditë Arta më dërgoi një mesazh. Më tha: "Më fal, por unë e dua. Asnjë shpjegim tjetër." Ajo nuk kërkoi leje, as pendes, vetëm e mori dhe unë heshta. Jo sepse nuk kisha forcë, por sepse e dija që zhurma ime do të shkatronte më shumë njerëz se sa kishte shkatruar ajo dashuri e ndaluar. U largova, mora disa rroba, disa kujtime dhe vajta të jetoja tek prindrit. Ata nuk e morën vesh kurrë të vërtetën. Thjesht u thash që nuk po shkoni mirë me burrin. Nuk desha ta njollosja askënd, as motrën, as burrin që dikur kisha dashur me shpirt. Vite më vonë mësova që u martuan. Në fshat thonin që ishte çift shumë i bukur. Askush nuk e dinte çfarë kishte ndodhur më parë. Kur i pash rastësisht në një dasëm, sytë e tyre nuk mund të më shihnin drejt. Unë buzëqesha jo sepse isha e lumtur, por sepse më në fund kisha mësuar të jetoj pa urrejtje. Ata më morën gjithçka, por unë mbajta dinjitetin, dhe ndoshta në fund kjo ishte fitoria ime e vetme. Sot jetoj vetëm me një paqe të çuditshme në shpirt. Ende ndjeja të plagë brenda, por ajo më kujton se asgjë nuk është për gjithmonë. As dashuria, as besimi dhe as lidhja e gjakut. Motra më mori burrin dhe unë heshta, por heshtja ime nuk ishte dobësi. Ishte mënyra ime për të mbijetuar, për të mos ulur në nivelin e tyre dhe për të ruajtur shpirtin tim të paprekur. Sepse ndonjëherë të mos flasësh është mënyrë më e fortë për t'u hakmarrë.